Unë me kam të shkrit dukate ndërprej për që të mësjen. Shumë faleminderit nga zemra. Çfarë mendon për temën për sonte? Po, për presidentin e kena, ne kena zgjidhur presidentin. Badjova e ken, be kam po, ne kena zgjidhur presidentin. Presidenti ajo në vetë ka me punu, dhe të shprej ngushëllime për babë që i ka dek, që të 34 ishtumet me dala që dan punës. Po, Alberina Xhiu pra e ka vdekur babai. Po i shprej ngushëllime shumë mëdha, s'ku me pas familjen tanë. Edhe ne po ashtu bashkë këndjejmë dhimbje me familjen e Alberina Xhiut. Ja, e ne presidentin e kemë badjavat, me tasë me deputet, ku po të najme më kretarin. Është e vërtet kja? Është e vërtet. E ku mund na me volë të tëra zimë diçka atë, kur vetë ka shprejt, që ka thonë 17 katune dhe të njapë sërbis. Çfarë njërë, çfarë mendon ai për ata, Albine qiti ku filin atë në skajt. Po. Ose aja i këmjet e Bajrami, që ka thonë me s'kam këtë me lisën sërbe. Unë e kam luftën me Albin Kurtin, ku i besu këti me të gjëndve? S'ka për ti me gjëndë kërë gjë. Mendon që duhet të propozohet dikush për president apo për presidente? Po për presidente kështa propozuj këto Ismet Hamitin, kjo është njëre shumë jaftë. Ismet Hamit. A Ismet Hamit është njëre... Ka të bëj me politikën kjo? Ka të bëj me politikë? Nuk e shkom të gjuhë, s'ma nërmenja që bërë, a i shumë gjuhë din gjuhë të uja. E është njëre shumë jaftë. Më ka rarosë në jamë nejtë me të, ishtë njëre, pas të e për jaftë. Nuk po ta ma kemenja që fa njëre jaftë ishaj. A e më rritën, se i razë Ramale, a i konë raj komundismet, së në konë president aj. Po të kuptoj, zëtëri Arne. Të falenderoj shumë dhe njerë. Ajde, faleminere shumë. Përshëndes për zemërsisht. Kënaqësi që të kemi gjithmonë. Natën e mirë, ishte ky zotëri Arne, falenderojmë atë dhe të gjithë juve që po vijoni të qëndroni me neve në DTV Media në këtë emision të drejt për drejt live. Mi mbrëma për ty. Alo. Mi mbrëma, korat. Përshëndetje, mi mbrëma dhe mirë se vjen zotëri Sefer. Mirë kufshi. Besoj që po kalon mirë me neve. E mira u gjetë. Edhe juve, bashkë me juve njëkohësisht. Çka mendon për temën? Për temën, dy telefonusin dëgjova ma knaqen shpirtin edhe ata kanë po nemen popull me në gjuhë edukative. Moti se komni, Mugjevanin, sa bukur ka thonën, e ka përfunduar. E vlerëson me Gjuanin, po. Kësti heri shumë me edukatë, se jo duftën se jemi në luft. Kush e ka kuptu shka ka, sa jo duhet 10 minuta për me pojnë me Gjuanin, për citon sonte që ka pojnë ka që bukur. Se jemi në luft, duhet më përgatita ne, me propozu vjosa dhe me hi vjosa. Kurse i modhe, mund duke që këj fëmija në Washington, të të punu në Washington, sigurisht në politika të Trumpi, ka që bukur, ka që gjumë edukative, gjumë shqipe, dardone, i lire. Po, me zhjeta nuk ka lidhe atë gjithë. As ka mu zhjetë. Nuk do zhjetë, ta? Nuk zhjetë. Këshili sigurimit ka quen ultimatum. Në krynë e punën sa më shpejt se jemi një situatë tjetër. Nuk ka koha ja para 10 vjetë par dje. Po? E duftën me bon këtë zgjedhje partia e dytë. Nuk po dënë ta merë një partijës dytë. Qiton partijës dytë. Kushan nuk e di, merët partijës dytë. Edhe Amerika, edhe të në shtetet me fonë botëndore, ma të poqishmet në botë, e merë një dytës, jo 3, 4, 5, 6, hajtë këtu, vishë kondunë. Edhe kështu, në që ose shkojnë në zjedhje, nuk ka sukses kur gjë më në shtetë Kosovë se jemi në situatë keqe. Pra në krejtë bota dhe ne në kanë qupe. Edhe Merkeli shka ka thonë, duhet në gu ushtrimi qëtarë se nuk jemi të nejtë atë. Kur do të bëtë kjo zgjidhje? Kur do të bëhet zgjidhja për presidentin, zotëri Sefer? A mendon se do të arrihet kjo marrëveshje? Po për me që jo, në ta merë partijës dytë, kush në partija dytë, është vështë në PDK-a, në ta zjedhë për kosisht Viljanela edhe u kry puna, dhe i pojnë votat, po? Ose që tha, kësiri ma zhjë, që tha, duhet me pa përpëzja, Vjosa Osmanin me propozu dhe, në të kryhet kjo anet, sa po bëhet për luft, sa po bëhet për anet, sa po bëhet për financa me në ndihmuan, ka 150 për i morin prezenisat borna, shka më...
E janë tjera të kështu më hupi ku respektin e madh për stafin e juaj, regji dhe edhe për moderator ty. si e vetë. Falenderoj shumë zoti Sefert. Përshëndes përzemërsisht, natën e mirë. Ishte Seferi nga Peja, vijoj të pres telefonatat e tjera dhe pastaj të shkojmë tek bloku i dytë i marketingut për të falendruar partnerët tanë që ndihmojnë realizimin e këtij emisioni. Përshëndetje. Alo, mi mbroma. Edhe për juve, kush për në tret? Vetëm nga janë i zërin televizorit, kush për në tret? Me ka jem të fola, bo me di? Përshëndetje, jeni drejt për drejt me DTV Media, kush për në tret? Pa atja është të folë dikush, s'po di... Po ja kelshuar zërin televizorit, atje sinjali vjen me vones. Urna? Sinjali vjen me vones, na dëgjon? Mos ja ngrisi zërin televizorit në moment që merrni linjën telefonike të ndëruar miq, pasi është e pamundur që të bisedojmë dhe po marrim kohë dhe minuta të ndëruar teleshikues. Presim telefonata të tjera në pritje, e kam dikon tjetër mi mbrama. Është koputur telefonata dhe do të shkojmë tek marketingu për të falendëruar partnerët tanë dhe të cilët e mundësojnë realizimin e emisionit kontaktues këtu në DTV Media. Falenderojmë përzemërsisht airtiketa.com. Rezervoni online fluturimin tuaj përmes airtiketa.com në website apo mund të kontaktoni edhe në faqen zyrtare në Facebook apo edhe në Instagram me logon e airtiketa.com. Rezervoni nga Gjermania, Nymbergu, Suedia e të gjitha vendet për në Kosovën tuaj me çmimet më të volitshme. Udhëtoni gjithmonë sigurt vetëm me airtiketa.com. Faleminderit shumë nga zemra airtiketa.com dhe të gjithë atyre të cilët e reklamojnë biznesin e tyre në DTV Media, të ndjekur nga të gjithë shqiptarët në të gjitha platformat televizive, reklamoni dhe përfitoni nga ofertat tona në numrin tonë që keni të porcionuar. Mirëmbrëma për ty. Mirëmbrëma, përshëndetje. Edhe për juve, mirë se vjen, kush për na tret? Dugagjini në telefon. Mirë se vjen zotri Dugagjen. Mirë se u gjej. Përshëndetje nga ju, nga ne, juve dhe stafin realizues dhe gjithë ata njerëz që i përshëndesin shërimtarët dhe kudo që janë ata veteranë të luftës i përshëndes. Jo vetëm ata të zërterat nuk i përshëndesin, që kanë dërzetuar luftën e UÇK-s. Faleminderit shumë zotri Dugagjen, po flasim se a do ta bëj Kurti president Lumir Abdixhikun. Sa është e mundur të ndodh kjo? Po dhe mund ta bëj sepse janë një brum. Sepse Lumir Abdixhiku i ka pak frizurën e limuët a edin. Edhe firmat që i ka bashkëpunim me gruan e vetë e shit bjelet rrymës dhe ka mundësi që mund me bë diçka sepse ai e di ku i ka domethënë rronjet Lumir Abdixhiku. Sa i përket domethënë këshillit të OKB-s që ka marrë pjesë ministri i jashtëm i Republikës së Kosovës atje. Është shumë dobët ka fol, mas shumë ti ka fol Kolumbia që ja ka bë tet me hiç Serbisë, të gjithë shtetet për rreth, sidomos Britania e Madhe, që është e turpshme për mos me kërku nga një ministër